VMRO DPMN-ja nëpërmjet një komunikate tërësisht ka kundërshtuar veprimet e fundit të BDI-s, të cilët i ka cilësuar si përpjekje për të injoruar vullnetin e shumicës maqedonasëve, por edhe të pjesëtarëve të bashkësive tjera etnike, pjesë e koalicionit për Maqedoni më të mirë. Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMN-s duke analizuar gjendjen politike aktuale në shtet. Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMN-s duke analizuar gjendjen politike aktuale në shtet, vlerësoi se ka shkelur rregulli koalicionimit të partive fituese në bllokun shqiptar dhe maqedonas, pa dallim nëse BDI do të vendosë të koalicionojë me LSDM-n, apo vetëm do të japë mbështetje për formimin e qeverisë së pakicës, pa marrë pjesë në pushtetin e ardhshëm ekzekutiv. Në kumtesën e VMRO DPMN-s teksohet se si parti kundërshtojnë në tentimet të injorohet dhe luhet me vullnetin e shumicës maqedonase, por edhe vullneti i pjesëtarëve të bashkësive të tjera etnike, të cilët votën e tyre e kanë dhënë për koalicionin për një Maqedoni më të mirë. Realizimi i platformës nga Tirana dhe përpjekjet për imponimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare paraqisin një ridefinim të Republikës së Maqedonisë dhe janë në kundërshtim me karakterin multietnik të shtetit, thuhet në kumtesën e VMRO DPMN-s. Nga VMRO-ja thonë se pjesë të projektligjit për gjuhë që paraqiten në media janë plotësisht të papranueshme për këtë parti, duke shtuar se deputetët e zgjedhur do t'i kundërvijnë miratimit të këtij ligji.